mjekësia e zhvilluar, avancuar, që po mundson me përdor barna të caktuar për ta ndalë hajzin. Fetarisht si qëndron kjo çështje? Fetarisht maksimumi që mund bisedohet për këtë është lejohet. Pra që i bie, atë bën, atë duhet, asësi jo. Edhe po të ishte nata 27, ajo që të gjenë me cikël, asësi nuk duhet ne të bëjmë veprime të tilla. Këto përjashtime do të kishim bërë për ato që shkojnë në Çapë, të bëjnë umrën. Është çështje agjencionesh, çështje organizimesh, kur ajo mund ndoshta një ditë para se të niset, i paraqitet cikli ka më nejt krejt 5 ditë atje, i bie që në gjithë ato 5 ditë, a do të arrin ditën e fundit me bë umrën, apo jo, që ajo të çmallët me Çapën, që ajo të bëjë ibadet me Çapën, mund t'i thuhet sepse nuk është udhtim që mund bëhet kur dush. Sidomos lidhet me anëtar tjerë të familjes. Pra, edhe me këshyr disponimin një gruaje, atëherë gruaja tjetër mund të ketë tjetër problem. Ndërkaq për agjerim nuk isha thonë që të përdorën këtu. A bën ato në fakt edhe nga aspekti shëndetësor nuk vlerësohen si të dobishme. Janë të dëmshme, janë me pasoja të vetat. A lypet para agjerim të bëhet një gjë e tillë, as se nuk lypet. A je më e devotshme që ta ndërpresh ciklin për Ramazan që të bësh adhurim, jo, nuk je më e devotshme. Por nëse e ke përdor, nuk themi se vaj halli për ty, për dënimet që të presin.